Ka nisur puna për zgjerimin e aksit rrugor Palas Dërmi, një nga segmentet më të frekuentuara. Megjithatë, punimet janë shoqëruar me probleme serioze për qarkullimin rrugor, duke shkaktuar bllokim të plotë të rrugës për disa orë dhe shqetësim për dhjetra qytetarë. Kompania që po merret me zgjerimin e këtij aksi ka kryer gjatë kësaj të marte disa shpërthime me lëndë plasëse me qëllim hapjen dhe zgjerimin e trasesë rrugore. Si pasojë e këtyre shpërthimeve, sasi të mëdha gurësh dhe pjesësh shkëmbinjsh kanë rënë në rrugë, duke bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve. Rruga u bllokua për më shumë se 2 orë, ndërsa dhjetra automjete mbetën të izoluara në të dy anët e aksit. Udhëtarët që po lëvizin drejt Dërmiut apo Palasës, përfshi edhe turistë, janë detyruar të presin në kushte të vështira pas një informacion zyrtar mbi kozgjatjen e bllokimit apo arsyet konkrete të ndërhyrjes. Problemi kryesor që ngre shqetësim është mungesa e plotë e informacionit paraprak. Për shkak të ndërhyrjes nuk ka patur asnjë komunikim zyrtar në media apo sinjalistik paralajmëruese në terren, gjë që ka rritur pakënaqësinë e qytetarëve dhe ka krijuar kaos në qarkullim. Shumë prej tyre shprehen se janë vënë në një situatë të papritur, duke qenë se në këtë rrugë mungojnë edhe daljet alternative. Banorët dhe udhëtarët e cilësojnë këtë si një praktikë gjithnjë më të shpeshtë, ku firmat e ndërtimit kryejnë punime pa respektuar standardet minimale të informimit publik. Sipas tyre, mungesa e transparencës dhe koordinimit me autoritetet apo edhe me median po kthehet në modë, duke cënuar kështu seriozisht të drejtën e qytetarëve për të lëvizur të sigurt dhe të informuar. Ndërkohë, qytetarët kërkojnë që punimet të shoqërohen në vijim me njoftime të qarta në media dhe planifikim më të mirë, sidomos kur bëhet fjalë për një zonë me rëndësi të veçantë turistike.